Moti i keq ka përfshirë juglindjen dhe verlindjen e vendit, duke sjellë rreshje bore dhe erë të fortë, të cilat krijuan vështirësi në qarkullim dhe probleme në furnizimin me energji elektrike. Në qarkun e Korçës, rreshjet e borës të shoqëruara me erë të fortë kanë qenë më intensive në zonat malore. Në doganën e Qafthanës, nga ana e Maqedonisë së Veriut, është ndaluar përkohësisht qarkullimi i kamionëve për t'i hapur rrugë punës së mjeteve borpastruese. Situata paraqitet problematike në aksin Bobështic-Dardh, ku era e fortë ka krijuar shtresa bore që në disa segmente kalojnë mbi 50 cm, ndërsa në disa zona arrinte deri në 1 metër. Prefektura e Qarkut Korç njofton se kontraktorët janë në terren dhe po punojnë për pastrimin dhe kriposjen e akseve rrugore. Ndërkohë në Verilindje të vendit janë rikthyer rreshjet e borës, por me intensitet më të ulët. Rreshjet kanë nisur në orët e para të mëngjesit. Në qytetin e Kukësit, rreshtia e borës është 2 deri në 3 cm, ndërsa në zonat malore arrin deri në 10 cm. Problematikat kryesore lidhen me qarkullimin rrugor. Në rrugën e Kombit, mjetet borpastruese kanë punuar përgjatë gjithë gjatësisë së aksit, duke e pastruar dhe kriposur për të shmangur bllokimet. Edhe në rrugët e tjera nacionale, situata është mbajtur nën kontroll. Vështirësi raportohen në disa rrugë rurale në njësitë administrative të thella, në Kukës, Haz dhe Tropoj. Komisioni i Emergjencave Civile njofton se në disa fshatra ka mungesë të energjisë elektrike. Autoritetet ju bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme, të përdorin goma dimrore dhe zinxhir, si dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për çdo zhvillim të ri të situatës.